Çdo frymë që kemi më tepër, aq më afër jemi Allahut Azza wa Jall. Çdo ditë që jetojmë më shumë, çdo ditë aq ditë më pak na kanë mbet për të takuar me Allahun Azza wa Jall. Na nuk duhet më u gëzu se e kalum një ditë, por se duhet më pikëllu se na kanë mbet një ditë më pak. Kështu mendon besimtari. Mos u gëzo se e kalove një ditë, por se mërzitu se të kanë mbet një ditë më pak. E pyete veten se çfarë veprove, e pyete veten se si do të veprosh. Kjo është llogaria, të cilën llogari besimtari duhet ta ban si pasojë kuptimit të këtij ajeti kuranor ku thotë innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Do thonë innaka kadihun ila rabbika kadhan. Kadihun kadhan, përmendet për ta verifikuar. Se ti ke nis rrugën për të afruar, dita e ditës, më afër dhe do të jesh më afër, thot Allahu Azza wa Jall. Kadhan, dhe do të jesh më afër. Kadihun fa kadhan. E përmend se Allahu Azza wa Jall do thot, e ka bërë ligj të tij, se çdo ditë që e kalon një më afër dhe ka më qenë më afër, pa hamendje. Mos e lë shejtanin që më të mashtron. Për këtë shkak këto është përmend me harfu të ekid, kadhan, që do më thonën dhe thot për me ta vë me dije se nuk të hik takimi me Allahun subhanahu wa ta'ala.